është falsifikuar proces verbali, sepse ishin tjetë koincidencë 20, nuk është pashk. Jo. Apo numri i votave? Jo, nuk është pashk. Janë dërguar në ndërtim në Talant Baz dhe Belinda Ballukut, patronazhistë që kanë mbushur zarfet në vendet caktuara në Greqi dhe në Itali. Të paktën në këto dy vende e kemi të sigurt. Janë kontraktuar ish punojës ambasade dhe punojës ambasade, janë kontraktuar ish zyrtar të Partisë Socialiste, zyrat e tyre, për të grumbulluar zarfat dhe për t'i paraqitur si duhet, për të bërë këtë që kanë bërë, gatimin. Jo, kjo është, domethënë ajo. Ne kemi dhe një gjë tjetër, ka këtu shumë. Mos harroni se mungojnë 60.000 vota. Ku janë? Fletet janë përdorur brenda vendit. Ka shumë gjëra, po ne vazhdojmë, ne do të zbërthejmë këtë proces, po, se dërgu fare. Ne do të zbërthejmë këtë proces 1-1. Kjo është procesi më i turpshëm. Kjo është farsa më e turpshme. Dhe askush s'mund të kalojë mbi të. Jo. Zoti Berisha, të ndalemi pak të shifrat e diasporës. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste para zgjedhjeve nisën një fushat të ecshme për te kufive, dhe të dyja palët nisën, mund të themi, të vinin një objektiv se sa vota nga diaspora do të merrnin. Nisën edhe regjistrimet, ju keni hapur dhe një portal, diaspora, që ende nuk e dim se sa ishte shifra finale që arritët të regjistronet në këtë portal. Ndërkohë nga ana tjetër dhe Partia Socialiste i vuri një objektiv vetës, të kishte mbi 120.000 kontakte mos gaboj, dhe kontaktet e tyre pas zgjedhjeve u verifikuan që janë përkthyer në vota. Ju i vendosët një kuotë kandidatëve tuaj për deputet që të blindnin mos gaboj rreth 300 vota. A keni pyetur, keni analizuar ku janë të votat që i kërkuat kandidatëve dhe nuk janë përkthyer në finale? E po ashtu dhe ku janë votat, mund të themi, që u regjistruan në portal dhe nuk janë përkthyer dhe këto vota. Pra, Partia Socialiste ka në kuti aq sa kishte objektiv. Po Partia Demokratike? Po. Partia Socialiste ka në kuti aq vota sa mbushen patronazhistët dhe sollën këto rezultate. Aq vota ka. Partia Demokratike respekton sekretin e votës. Partia, dhe nëse u kujtohet, unë kam bërë thirrje çdo personin, në diasporë dhe në Shqipëri, votën e kësaj sekret mos e dekonspiro. S'merrem me atë. Jo. Edhe një herë, të lutem. Jo. Për ne vota është sekret. Nuk hym ne në atë si votoj ky si votoj. Ne shohim si e manipuloi ky. Shohim se kontrata ishte me DL-n pa nën kontraktor. 1. Shohim se kontrata u shkel dhe nën kontraktor u bën disa, u përzgjedhë posta shqiptare. 2. Shohim se midis nën kontraktorëve dhe grupeve dhe drejtuesve kemi dokumenta. U vendosen komunikime direkt. Shkonin filan vend, merrin filan vend. 3. Shohim se me dokumenta mungojnë të paktën zdihet fati i 40.000 fletëve, të cilat për ne janë shpërnda brenda vendit dhe nuk janë dërguar. Pra këto erëzojnë procesin. Ne nuk merremi, ne nuk mund të pranojmë një proces që është manipuluar në çdo aspekt. Në asnjë rrethan, po mendje njerëzore që të ketë kuti me 97% vota për Partinë Socialiste, apo kjo nuk mund ta pranoj. Pra ne kemi të gjithë dëshmitë e ndërhyrjes brutale në proces të votimit të diasporës, dhe unë jam i bindur që diaspora shqiptare në 4 anë të botës do reagoj kundër narkoshtetit me forcën më të madhe. Sepse ka shkelmuar votën e diasporës. Njerëz që votonin për herë të parë, njerëz që e bën me dashamirësi dhe dashurinë më të madhe për vendin.
Zoti Berisha, Isa Myzyra nga Ora News. Ju personalisht jeni angazhuar në një betejë kundër asaj që ju quani farsë zgjedhore, duke paraqitur çdo ditë dokumente, fakte që sipas jush vërtetojnë farsën zgjedhore, por edhe persona të tjerë janë angazhuar në këtë dokumentim, siç është grupi I avokatëve tuaj. Por disa zyrtarë të tjerë të lartë të Partisë Demokratike duket sikur kanë halle të tjera. Dy prej tyre, për shembull, drejtuesi politik I qarkut të Gjirokastrës, zoti Tritan Shehu, ka një javë që shkrua në rrjetet sociale kundër ambasadorit Silvio Gonzato për shkak të një deklarate të dhënë prej tij. Ndërkohë, zonja Kalaja, kryetaria juaj e gjykatës, është hedhur në sulm tani më edhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A ka një qëndrim, Sali Berisha? Qëndrimet zyrtare të Partisë Demokratike I shpreh kryetari I Partisë Demokratike. Kjo të ketë, do më thonë, Isa, kjo është shumë e prerë. Për sa I përket mendimeve të individëve të caktuar, për ato janë individuale dhe nuk shprehin mendimin e Partisë Demokratike. Sigurisht, qëndrimi I Partisë Demokratike është I qartë si forcë konservatore, po të kthehemi tek familja, por ajo nuk është, domethënë, orientimi seksual I gjithë secilit është çështje private, nuk është çështje dhe ne nuk ndërhyjmë në jetën private të ndonjë njeriu. Nuk ndërhyjmë, kemi parim këtë ne. Kjo është qëndrim, edhe të dyja janë qëndrimet të Partisë Demokratike. Pra, ne respektojmë këtë drejtat e njeriu dhe orientimin, sigurisht që jemi për familjen burr dhe grua, këtë nuk lëvizim nga ky koncept, por I kemi të qarta ne qëndrimet. Qëndrimet individuale janë individuale dhe ato përfaqësojnë partinë. Një pyetje të fundit për të rikthyer sërish tek mesazhi I ambasadës amerikane dje. Pse I quani qëndrimin e shprehur dje një asgjësim politik të kryeministit Edi Rama? Thjesht për faktin që mungoi përshëndetja ndaj tij nominalisht si fitues. Pse I quani mesazhin e djeshëm të shpërndar nga ambasada amerikane si një asgjësim politik të kryeministit Edi Rama? Asgjësimi politik I kryeministit Edi Rama bëhet vetëm nga shqiptarët me vendosmërinë e tyre, me qëndrimin e tyre ndaj armikut më të egër, pas enverhorës për votën e tyre të lirë. Ky është qëndrimi. Aty është e vërtet që pranaj thashun zonjës Maloku që ta shofi urimin e 21-shit, e 2021-shit, po e tjerë me radhë, tjerë, por për sa I përket asgjësimit politik, kjo është në detyrimin e qytetarëve shqiptarë të mbrojnë votën e tyre dhe ata do t'i japin, do t'i presin biletën Edi Ramës për aty ku e meriton. Unë dalë këtu çdo ditë për të me qëllimin më kryesor, për të dhënë të gjitha provat, faktet, dokumentat atyre qytetarëve që janë të gatshëm të luftojnë për votën e lirë, motivimin maksimal për farsën që është realizuar. Së unë e di që ka të tjerë që thotë mirë dhe asë gjatë e puna madhe. Ka të tjerë që thotë ne po ikim tani se s'kemi punë ma këtu. Janë të ndryshëm njerëzit. Por unë këtu flasë për ata të cilët e konsiderojnë votën e lirë vlerë themelore të një sistemi demokratik. Berisha, ju për ditë flisni për luftë. Kur nis lufta e Partisë Demokratike, pasi nesër kemi seancë plenare dhe deputetët janë të paqartë se cila do të jetë lufta tyre nesër. Më thuj pak, a nuk është luftë kjo që po bëjmë sot? Nesër ka parlament dhe ende nuk ka një vendimarrje. Luftrat nuk janë vetëm me Kalashnikov dhe me bazuka.
Jo, janë edhe këto. Po, pra, vazhdojnë. Deputetët janë të paqartë se çfarë do bëjnë nesër në parlament. Kjo është lufta. Lufta jonë është qeveri teknike, zgjedhje të lira, kaq. Zgjedhje të lira. Po kur të pranojmë ne kandidatët, zgjedhjet e karteleve të drogës, kur? Dhe ajo që kam zgjedhur para jush këtu, jo Sara Milen, apo Besa Spahon e Suel Çels në Korçë, edhe atje ai dominon tregun e lojrave në Korçë dhe të kokainës. Rama i ka dorëzuar dhe Korçën atij, me kusht që të mbështetej Besa Spaho. Ne po i gjejmë një nga një ku janë. Dhe ne do ja paraqesim botës dhe shqiptarëve. Apo unë mora këta dy, apo kandidatët e Altin Hajrit. Jo, nuk i pranojmë ne, apo të kartelit të troplinve, apo të bajrëve, apo jo. Kjo është betejë, është një betejë vështirë, sigurisht, por betejë suksesshme, është betejë për të vërtetën dhe ne do ja fitojmë këtë betejë. Faleminderit.